Eduard, është e vështirë të pranohet që një vend i pavarur, një shtet i pavarur, vend antar i Kombeve të Bashkuara të dhunohet nëpërmjet një agresioni të mirëfillt në vitin 2026. Por për ta kaluar këtë element, cili mund të jetë roli dhe pesha e Turqisë? Ajo arriti një herë të ulte palët në negociata. Mendoni që për shkak edhe të zhvillimeve, ndërhyrjes Ukrainase në Rusi, agresionit rus në Ukrainë, mbështetjes që i jep Ukrainës Bashkimi Evropian, vendet anëtare të NATO-s, edhe tani edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të ketë një momentum që Turqia mund ta shfrytëzojë si një vend i cili i përket perëndimit, por edhe lindjes, siç e diskutuam, që të ndërhyjë realisht për të vendosur një armpushim, sepse Eduard, ne jemi të ndërgjegjshëm që kushtet e të dyja palëve janë përjashtojnë njëra tjetrën. Prandaj do duhej një protagonizëm i fortë nga ana e një vendi lider me respekt global. Po, pra, ato lidhen me njëra tjetrën, qoftë konflikti në Rusi me Ukrainën, po qoftë edhe konflikti në lidhjen e mesme, lidhen me njëra tjetrën. Dhe në çfarë aspekti lidhen? Domethënë tek balanca e fuqive. Domethënë nuk do pare as diskutime dhe as negociatat për paqe nëse Rusia sheh që balanca perëndimore, balanca europiane ka rënë. Pra, domethënë fuqia europiane nuk është e aftë për ta përballuar Rusin. Nga ana tjetër, nëse kjo fuqi do të shtohet, atëherë Rusia do të fillojë të mendojë ndryshe. Pra, duhet një farë balancimi dhe atje, domethënë atë front duhet një farë balancimi fuqisë. Nëse ka mundësi ta bëjë Amerika këtë, Amerika në fakt i ka vënë çmime shumë të larta dhe do t'i vetë çmime edhe më të larta Evropës, nëse bëhet fjalë për armatimin e saj. Pra, nuk është çudi që nesër Trump t'i thotë Evropës që shiko, unë do t'ju ndihmoj kundër Rusisë, por me kush që ju të ma leni Grönlandën. Ai ka thonë që ne do ta marrim, por ai mund t'ia thotë edhe në këtë mënyrë, t'ia bëjë si kusht. Kështu që Europa në këtë moment është vërtet në gjendje shumë të rrezikshme, le të themi, sepse ka dy probleme të rëndësishme. Nuk e ka Amerikën mbrapa, nuk është përgatitur për një konflikt të tillë vetëm, pra ka menduar gjithmonë se Amerika do ta ndihmojë. Nuk e ka pra Amerikën mbrapa dhe është e përçarë nga leadershipi. Pra leadershipi evropian nuk kemi një leadership kompakt. Francezët çfarë duan, gjermanët apo britanikët nuk janë të njëjtat dëshira me njëra tjetrën. Kjo gjë tani ka shkaktuar këtë dobësi të madhe dhe një dobësi e cila domthonë po i kthen syt nga Turqia. Dhe Turqia tash domethënë si antare e NATO-s dhe si një antare pra e dyta në ushtri e NATO-s mund ta ndihmojë dhe mund ta balancojë fuqinë, domethënë fuqinë ruse, pra atë përballjen që ka atje, mund ta balancojë duke kombinuar çfarë vetë Turqia ka si fuqi